Përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë më të ekonomi. Ditën e sotme do të flasim për turizmin, rreth 5 miliardë euro që hyjnë nga turizmi, a justifikojnë dot forcimin e lekut. Për gjatë 2024-s kjo është shifra 5 miliardë, një shifër rekord. Por, si që tham edhe pak më herët, kemi një mbiçmim të lekut. Do të flasim ditën e sotme, sa i përket kësaj teme, me dy të ftuarit tanë, zotin Nergis Sefa, kënaqësi që të kam sërish studio, zoti Sefa. Gjithashtu edhe me profesorin Elvin Mega, profesor, kënaqësi që të kam studio. Për ta nisur së bashku, zoti Sefa, pati një rritje të shpejt me 27 mars, euro po rikthehet në nivelet e mëparshme. Ka shkuar në nivelin 99.68 lek, po të shojmë kursin e gëmbimit të datës 27. Patëm 2 luhatje në fund të marsit. Me çfarë mund ta lidhim? Çfarë po ndodh me këtë luhatje të kursit? Kemi një tkurrje, le të themi, të hyrjes së euros në treg. Është pjesë normale e sezonit, përpara se të fillojë sezoni i verës dhe sezoni i turizmit, dhe në këtë fazë pastaj, si pasojë e euros do të hyjë nga turistët e huaj, kemi gjithashtu një zhvlerësim tjetër të euros, e cila pritet. Për më tepër, dhe Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë mjaftueshëm në muajt e fundit në treg, duke bler euro, duke tërhequr pra euro nga tregu, në mënyrë për të ofruar një stabilitet për sa i përket kursit këmbimit. Megjithatë, të mos më thoni sa të gënjehemi nga lëvizja momentale, sepse unë shoh shumë të vështirë që niveli që euro të kthehet në 120 apo edhe më shumë këtë vit është fare i vogël si probabilitet. A do të ketë sërish mbiçmim të lekut apo do të mbetemi në të njëjtat kuota? Kam përshtypjen se do të kemi një mbiçmim të lekut nëse parashikimi për turizmin dhe fluksin e turistëve të huaj, të cilët kryesisht sjellin euro, qëndron, atëherë do të kemi gjithashtu një forcim të lekut më teshëm. E kuptoj, profesor, ndan të njëjtin mendim 5 miliardë euro për këtë mbiçmim të lekut? Mund të jetë një nga elementet e mëdhenj, ose më mirë themi mjaftueshëm të rëndësishëm për të ndikuar në kurs, por jo nga të vetmit, pasi ekonomia ka dhe disa element tjerë, ose më mirë themi faktor tjerë, të cilë ndikojnë, që janë kryesisht shtesa e investimeve të huaja, që edhe kjo shifër, pavarësisht se nuk u tha, po është thënë që ka shkuar diku për vitin 2024, diku ke 380 milion euro, kryesisht e investuar nga jo rezidentët, bëhet fjalë për këtë pjesë, jo për totalin e investimeve të huaja, pasi edhe për vetë shifrën e totalit e investimeve të huaja ishte diku mos gaboj 1.1 miliard euro në totalin e vetë, për bën prap një rekord, të cilët po të mblidhen së bashku me po themi elementin e përhershëm ose tashmë standard si pjesë e ekonomisë shqiptare, parat me origjinë dyshimt, pra duke ju shtuar dhe ky element justifikohet plotësisht më mirë themi ky lloj zhvlerësimi i euros në treg. 2024 shnoi një zhvlerësim, por jo në nivelin që pam gjatë vitit 2023, pa pati një moderim më mirë themi të prirjes zhvlerësuese, pra u ruajt e njëjta prirje, por jo në atë amplitud, më mirë themi, sa 2023 në raport me 2022. Pra 2024 në raport me 2023 e ka më të moderuar si efekt. Nëse do ta ekstrapolojmë këtë lloj prirje edhe gjatë 2025-s, pra nëse do mbajmë të njëjtë faktor konstant, ndoshta duke pasur parasysh faktin që nuk besohet që të kemi të njëjtin ritëm të rritjes turistëve, paktën komponentja, më mirë themi, e turistëve të huaj, pra o do të mbetemi pak a shumë në të njëjtat shifra, ose mund të ketë një luhatje ndoshta për më lart, pak më lart, pra euro mund të jetë disi më e fortë, më mirë themi, pra po me shifra që te kalohen lehtësisht në momentet caktuara. Duhet parë në fakt ky muaj, pra duke filluar nga gjysma e dytë e muajit prill, më mirë të themi, pasi në maj mund të quhet me plot gojën fillimi i sezonit turistik, jo piku, po fillimi i plot i sezonit. Ky muaj duhet parë, pra sidomos mas pjesëmendishit të parë, pra mbasi të kalojnë 2 javët e para, mund të kemi një panoram disi më të qartë të prirjes, pra do të jemi në të njëjtin trend, apo jo. Gjasat janë për po. Gjasat janë për po. Patjetër. Si është rolin e Bankës së Shqipërisë? Po justifikon apo po ndërhyn në treg për të rregulluar?
Banka e Shqipërisë ka bërë disa lëvizje për të ndërhyrë në treg për të rregulluar, por për të kapur ajo që tha profesori, nuk po flasim vetëm për paranë e cila është, në thonjza, e likshme. Kemi dhe një komponent tjetër shumë të fortë të parasë të euros mbi gjitha që është në treg, që është paraja me origjinë dyshimt. Dhe ky është një faktor që ndihet në tregun real, por që nuk është se mund të ndërhyet formalisht, sepse teorikisht ajo nuk ekziston. Banka e Shqipërisë megjithëse ka kryer disa blerje të eurove në vitin e fundit, përsëri ngelet akoma shumë për të bërë në drejtimin e stabilizimit të kushtit këmbimit. Unë vazhdoj të mendoj që 100-101 lekëshi do të jetë, po themi, kufi rreth cilës do vërtitet euro, por të shkojmë prapë në shifrat thash 110-120 do ishte absolutisht shumë e vështirë. Megjithatë, Banka e Shqipërisë në rolin e saj që ka për stabilitetin e çmimeve, po kryen një detyrë të mirë, ka akoma për të bërë, por kjo duhet të shkojë paralelisht me luftën ndaj informalitetit, i cili është komponent shumë i fortë i politikës fiskale që e ka qeveria në dorë, dhe luftën ndaj informalitetit dhe mirë administrimi i atyre të ardhurave që ne mbledhim duhet të jetë një komponent që të shkojë në kah me rolin që bën Banka e Shqipërisë. Sa i përket aspektit politikave monetare, po shkojmë drejt një lloj euroizimi, le ta themi? Po mund ta quajmë që në sektorët interesante është dy sektorët kryesorë të ekonomisë tonë, të rritjes ekonomisë, turizmi nga njëra anë dhe real estate apo ndërtimi nga ana tjetër, çmimet i kanë në euro. Kryesisht. Dhe këto janë dy sektorët që pritet edhe të vazhdojnë të kontribuojnë në rritjen ekonomike të Shqipërisë. Nga ana tjetër, një komponent tjetër shumë i fortë që ne po tentojmë ta zhvillojmë, edhe pse kjo vlerësimi i euros e ka dëmtuar, janë eksportet, që gjithashtu çmohen në euro. Ne jemi një vend që përgjithsisht edhe për shportën bazë importojmë mallrat kryesore, që gjithashtu importojmë në euro. Pra, ka shumë element, ka shumë pjesë të strukturës tonë ekonomike që tashmë çmohen në euro. Dhe në një farë mënyre ne po rrëshqasim drejt asaj politike, por a do ishte duhura që ne të kthehet tërësisht e eurizoheshim, kam përshtypjen se do të ishte një goditje e madhe për ekonominë në këtë moment që ne jemi. Goditje e madhe për ekonominë. A nuk e dëmton turizmin afatmesëm fakti që ne mbiçmojmë lekun, ose që mbiçmohet leku në këtë farë mënyre, pra ai që e merrte një dhomë 100 euro par vjet, sot e merr 110 apo diçka e ngjashme? Natyrisht në sytë e turistit huaj kjo vlen, më mirë themi, dhe jo pa shkak, ndoshta edhe në momente të caktuara, turistë caktuar janë ndier pak të shtrënguar, ose më mirë themi ajo baze turistëve që ne kemi, sepse duhet të flasim qartë që turisti që vjen në Shqipëri nuk është ai i nivelit mesëm dhe të lartë, pra që shpenzon shumë para, ose që ka një vlerë të lartë, ose për cilat ai detyrohet harxojë sasi shumë të madhe parash. Është ai turisti që ka një buxhet përcaktuar dhe është shumë i ndjeshëm, sensitiv ndaj vlerës, më mirë themi, të madhe që ai konsumon. Për sa kohë çmimet me pakicë ose mallra kryesor të konsumit të përditshëm, pra që konsumohen automatikisht edhe nga kjo kategori turistësh, janë të shprehura në lek, është e qartë që në xhepat, më mirë themi, të tyre turistëve sigurisht që çdo euro e dobësuar nënkupton një çmim më të lartë, ose do të përkthehet, më mirë themi, në një planifikim disi më të keq për sa i përket shpenzimeve që ata do duhet marrin parasysh. Por nëse shikojmë edhe të dhënat grafikut, pak a shumë nëse marrim 3-4 muajt e fundit të vitit, kemi një ulje, ose vit më vit, pa prill 2024 me prill 2025, amplituda është e madhe. Por nëse do të ruajmë një interval, pra deri në 100 lek, ose nga 99 deri në 100 lek, pra nëse kursi do mund të luhatet brenda këtij intervali, pra diku 1.5%, maksimumi 2%, edhe në sytë e klientëve, ose më mirë themi turistit tuaj, nuk gjykohet shumë po themi e rëndë, ose që mund të krijojë probleme në buxhetin e tyre. Por lëvizje me 3-4 ose 5% brenda një intervali kohe 3 ose 4 mujor, sigurisht që përbën një si thosh luhatje të ndjeshme dhe çka në një farë mënyrë përkthehet në buxhete më të kurrura, ose më mirë themi në
kapacitete konsumuse më të ulta. Pra mund të kemi rritje të turistëve, të numrit të turistëve në gros, pra në total, në makro, por nëse bën shpenzimet për turistë, dhe nëse ato i kthejmë në lek, automatikisht do mund të marrim shuma më të vogla. Ajo që duhet synohet, më themi, është pikërisht rritja e shpenzimeve për turist. Nëse po marr një rast faktikisht, kryeministri para pak ditësh foli sa i përket shumë parave kesh që ndodhen jashtë sistemit bankar. Por ato eurot e dyshimta që i cekët të dy, nëse vendosim një peshore, themi 3 miliardë të turizmi, 2 miliardë të kjo, 1.5 të kjo tjetra, mund të kanë një lloj analize që mund të derivoj sa para gri mund të ketë në qarkullim? Natyrisht, nëse marrim vetëm pjesën e ekonomisë informale, që është paktën 35-40%, mund të jetë diçka dhe më shumë, pasi asnjëherë nuk ka një shifër të saktë. Në një farë mënyrë, po kaq duhet marrë me afërsi. Ne mund të shkojmë edhe gjysmë për gjysmë. Pra, 50% e parave kalojnë në rrugë zyrtare dhe pjesa tjetër është në rrugë informale, që në një mënyrë ose tjetër e rrit këtë ofertë në treg, pra ofertën më mirë themi të parave me burime dyshimta, ose në përgjithësi ofertën e eurove, ose të monedhave të huaja, nuk është e thënë. Pra është jemi të sigurt, pra nëse kemi 1 euro zyrtare, duhet përgatitemi edhe për 1 euro tjetër që kalon pra në qarkullimin ekonomik, jo nëpërmjet kanaleve zyrtare, por që është konsiderueshëm dhe mjaftueshëm e madhe sa për të ndikuar ose për të mbajtur atë presionin e fortë me zhvlerësues, më mirë themi, të euros në treg. Pasi duhet kemi parasysh që tregu shqiptar është i vogël, pra nuk kemi një treg shumë të madh, shumë të thellë. E keqja është që mirë tregu që është i vogël, po është edhe i cekët, pra nuk është i thellë. Çfarë do thotë i thellë? Do thotë që operatorët zyrtar në treg nuk kanë fuqi absorbuese. Pra, nëse dikush vjen me, po themi, 1 milion euro më shumë në ditë në treg, ose 2 milion euro më shumë se sa normalja ditore, kjo zhbalancon, më mirë themi, kërkesën dhe ofertën dhe ndryshon në mënyrë të menjëhershme me thik, siç ishte rasti që ju thatë me drejt. 2 herë gjatë këtij viti kemi parë disa luhatje të forta me më shumë se 1% në ditë, që është një shifër e madhe, duke llogaritur transaksionit ditor, pra me 10 lekë vjetra, ose 11 lekë vjetra, ose me 1 lekë të ri, që është e madhe, dhe vjen pikërisht nga mungesa e aftësisë absorbuese ose cektësia e tregut. E kuptoj. Si e shesh shqetësimin e FMN-s për të ndalur po tek e njëjta pyetje, që ka një fluks informal? Po marrim për referencë, po marr studimin që ka bërë vjet Banka Botërore, ku kanë nxjerrë për vendet e Ballkanit Perëndimor edhe për Shqipërinë nivelin e informalitetit, ku për Shqipërinë nivelin më të mirë, skenari më pozitiv është 30%, po zakonisht luhatemi 33-35% për informalitet. Dhe mbi të gjitha, këtë gjë ka shprehur që edhe për sektorët kryesorë të ekonomisë vlen kjo lloj mesatare. Ta marrim konkretisht dhe të shikojmë grafiku, që ta bëjmë dhe më të kuptueshme qytetarit. Pra, kemi rreth 5 miliard euro që kanë hyrë nga turistët e huaj. Që do të thotë, janë dhe rreth 1.5 miliard të tjera, nëse do të marrim këtë mesatar, të cilët ndodhen në qarkullim, por nuk janë të deklaruara. Çfarë do të thotë dhe 1.5 miliard tjera? Janë pothuajse sa investimet e huaja direkte. Pra, në para informale, kemi pothuajse njësoj sa investimet e huaja direkte vetëm nga turizmi, ose më shumë se remitancat, që tjetë edhe më e kuptueshme. Këto para kanë një farë efekti. Kanë një farë efekt në ekonominë reale, sepse janë në qarkullim, pavarësisht se ne duam apo s'duam, këto para janë në qarkullim. Ku është rreziku? Rreziku është duke qenë se këto janë thonjza para të fshehura në aspektin formal dhe publik. Masat që mund të marrësh kundrejt tyre janë, përveç se luftës ndaj informalitetit, janë pak të vështira në aspektin e politikës monetare. Lufta ndaj informalitetit kërkon një angazhim madh, jo vetëm nga administratat tatimore, po nga gjithë strukturat e tjera të shtetit, dhe ky është dhe meraku më i madh i FMN-s, sepse nëse vazhdon dhe rritet dhe del jashtë kontrolli, ka një masë, një pikë kritike që po doli nga kontrolli, pra po ushtua, po shkoi vërtet 50 apo edhe më shumë përqindje,
Pastaj kjo jep disa efekte kaskadë që nuk janë as pak të mira për ekonominë. Çfarë mund të ndodhë? Po, në radh parë largon investitorët e huaj serioz. Qoftë institucional, qoftë edhe individual, sepse në radh dytë bën që edhe krimi, po kafim atë që na prekin të përgjithshme, të ketë më shumë akses në cash, i cili do të thotë më shumë akses në burime të ndryshme, do të thotë që ato operojnë edhe më lirshëm. Në radh tretë do të thotë më pak të ardhura për buxhetin e shtetit, gjë që përkthehet më pak investime publike, pra është një rreth vicioz i cili vazhdon më pas në të keq, në dëm të qytetarëve, në të mirë të vetëm pak duarve. E kemi dëgjuar shumë shpesh atë termin oligark, po oligark në sensin e mafiozëve në këtë pikë, të pak duarve, por në aspektin e përfitimit publik kemi një dëm shumë madh. Apo kemi një luftë mirë në informalitetit, unë kam përshtypjen se, dhe këtë gjë e përmend FMN-ja në raport në saj, që me këto aksionet blitz, po i quaj, që po kryen qeveriat herë mas hershme, kanë aspektin e tyre pozitiv, po nga ana tjetër nuk janë një zgjidhje e qëndrueshme. Nëse duhet një zgjidhje e qëndrueshme, duhet një strategji e mirëfillt, strukturore, e shtrirë në disa vite, me masa të ndërthura nga disa institucione. Po çfarë e pengon? Kjo është pyetje $1.000.000, çfarë e pengon? Vullneti politik është mbi të gjitha, interesat të tjerë ekonomik, pastaj do thoja është faktori i dytë më i madh. Po e mbyll me një faktor të rëndësishëm. Në planin e rritjes BE Ballkani Perëndimor, ky që po përflitet dhe që është zemra e integrimit evropian, miratimi i strategjisë për mirë menaxhimin e të ardhurave dhe luftën ndaj informalitetit ishte një nga kërkesat themelore të Bashkimit Evropian. Dhe ishte një nga vështirësitë më të mëdha të realizimit nga aspekti i administratës shqiptare. Pikërisht sepse mekanizmat tonë duhet koordinohen në një nivel ndërinstitucional, duhet koordinohen në një nivel të tillë që ne e gjejmë shumë të vështirë ta bëjmë realitet. Sepse nuk është vetëm punë vetëm me tatimeve, apo vetëm me agjencisë inteligjencë financiare, po është një kombinim i një sër faktorësh dhe ne fatkeqësisht koordinimin institucional dhe brenda shtetit tonë, edhe për shkak të një kulture politike që e ka promovuar mos koordinimin, e kemi shumë vështirë. Profesor, sa i përket temës që po flisim edhe pak më herët, ka një akuzë të fortë zotit Berisha, 80% thot e parave të ndërtimit janë para të pista apo të dyshimta apo gripo i quajmë në një lloj mënyre. Si e sheh këtë lloj akuze? Ka me të vërtet një sasi kaq të madhe parash që po futet në ndërtim? Përsaktimi një shifre qoftë edhe për afërt, besoj që është një sipërmarrje disi e vështirë ose komplekse, pasi duhet bën disa llogaritje. Unë nuk jam gjendje të përsaktoj nëse është 80, 70 ose 60. Kjo shifër, sado të jetë kjo shifër, është një lajm jo i mirë, më themi, për ekonominë, për te përfitimeve afërshkurta që mund të ketë, ose ai mirazhi që jep në pjesën e zhvillimit ose strukturave ose të pasurisë që krijohet. Natyrisht e kemi thënë, nuk është një diçka e re që po e zbulojmë, që sektori i ndërtimit ose i pasurive të paluajshme jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën përbën, si thosh atë, opsionin e parë dhe më të preferuar ose të lakmuar, më themi, nga personat ose grupet e interesit që janë të interesuar për të pastruar parat me origjinë dyshim, qoftë kjo kriminale ose jo. Sikurse dhe në Shqipëri është një nga elementet tashmë të thëmë implikisht jo vetëm nga zërat e ekspertëve, por dhe nga institucionet ndërkombëtare, jo më larg se sa disa ditë më parë, dhe Departamenti i Shtetit në deklaratën e tij e pohoi një fakt të tillë për rrezikun që vjen, më mirë të themi, nga përdorimi i sektorit ndërtimit ose të pasurive të paluajshme për pastrimin e parave. Natyrisht ajo që gjithkush e vëre për te numrit lejeve ndërtimit, sipërfaqeve reale që jepen për ndërtim dhe kërkesës reale ose natyrale që ka për strehim ose më mirë themi për rezidenca, për pasuri komerciale, pra për qëllime tregtare, është i qartë fakti që ka një kërkesë eksigjente nga pjesa grije e ekonomisë ose nga ato grupe interesi që ka një origjinë dyshim para të tyre për të investuar në këtë sektor, dhe interesante këtu është se në dallim nga pjesa tjetër e botës që e përdor në një
rrugë tjetër ose në një qasje tjetër sektorin e ndërtimit për të pastruar para në Shqipëri, është më i thjeshtë, është shumë më meskin, në qoftë se mund të quajmë kështu, pasi direkt këto grupe interesi që janë interesuar për pastruar para në sektorin e ndërtimit, janë të angazhuar drejt për drejt, pa nuk janë më si blerës. Ndërkohë që në botë janë blerës, këtu nuk janë blerës, këtu janë ndërtues dhe zhvilluesne. Kjo përbën arsyeën që shumë si përmarrjen ndërtimin nuk qasen as në sektorin bankar për të kërkuar hua, pra vetëm Shqipërinë ndërtohet me kesh. Pra një kompani merr një projekt zhvillimi, i ka të tëra parat vetë dhe për te asaj të institucione ligj zbatuese, në vend që të ndjekin paran, shkojnë dhe angazhojnë tër falangat në drejtim të institucioneve zyrtare, pra duke i mbushur me qindra shkresa dhe me barë të jashtëzakonshme regulatore bankat, shoqëritë e sigurimeve ose institucione financiare, banka ose jo banka, pra kanë mbyllur dyert, por kanë lënë krejtësisht të hapura dritaret, pra askush nuk i shkon dhe i qaset kompanive, këtyre dhjetra dhe qindra kompanive të ndërtimit, që se nga ku i gjenë para dhe se ku ndërtojnë një kull 200 metra, 20 kulla në 100 metrshe, të larta që kërkojnë qindra miliona, miliarda euro, të cilat nuk janë, as kesh nuk janë për momentin, pra janë këto element, pra janë këto të çara të rëndësishme, më mirë themi, në totalin e tregut që sigurisht i japin udhë, më mirë themi, edhe hamendësimeve të tilla, po edhe për llogaritjeve të tilla. Për të mbështetur atë që tha profesori, një minë analizë vetëm 100 sekonda. Banka e Shqipërisë, në raportin për investimet e huaja direkte, tashmë na thotë që 35-36% e tyre kanë shkuar për tregun e pasurive të paluajtshme. Blerje ose për real estate-in, qoftë blerje, qoftë për ndërtim. Nga ana tjetër, po të shikojmë raportin e kredive konsumatore që janë marrë nga familjarët për banesa, për prona, janë më të vogla në shifër, janë rreth 370-380 milion për vitin që shkoi, krahasimisht me këto investitorë të huaj, të cilët blejnë prona pra. Që tani ne kemi statistikisht provuar që tregu jon i ndërtimit kryesisht punon për një klient të jashtëm. Nga ana tjetër, po këto institucione dhe Departamenti i Shtetit e konfirmoi dje, na tregojnë që pjesa më e madhe e parave informale në Shqipëri, ndryshe nga vite më përpara që ishte thonjza prodhim i brendshëm në aspektin bujqësor, po e quaj, tashmë vjen nga jashtë. Pra, vjen nga këto blerës kryesisht në real estate. Dhe duke qenë se ne tashmë kemi rreth 470-500 milion euro që vijnë nga këto blerës dhe që janë zyrtare, si kur të marrim dhe vlerësimi minimal që bën banka botërore, që edhe 30% të tjerë duhet ta shtojmë sipas informalitetit, shkojmë në shifre që janë gati pothuajse edhe 80-90% më shumë se kredit që marrin çiftet e reja apo banorët e qytetarët e tjerë Shqipërisë për të blerë banesa. Kush është problemi kryesor këtu? Problemi kryesor këtu është duke qenë se këto ndërtues kanë një kërkesë të madhe nga këto persona jashtë që duan që këto para ta investojnë diku, pra duan ta zënë diku. Një, do ndikojnë mbi çmimet, pra ulja e çmimeve do jetë shumë e vështirë. E dyta, do sjellë atë që ato nuk do kenë nevojë të angazhojnë me sistemi financiar të brendshëm, sepse do kenë pikërisht këtë burimin e jashtëm i cili do t'i mbajnë thojza në biznes edhe për disa kohë. Dhe kjo është sfida më e madhe, pikërisht kontrolli i këtyre parave që vijnë nga jashtë, të cilët blejnë asete kryesisht në real estate në Shqipëri, dhe më pas sjellin dhe disa çanta shtesë, le të themi, për të përdorur për duket si trend normal, 423 milion euro që e përmendet edhe ju, do të vijojë si trend normal gjithkohës? Çfarë po ndodh? A do të vazhdojnë të blejnë nga jashtë? Besoj se po, sepse parat kanë dhe nevoja për t'i pastruar është. Besoj se po nga ana tjetër oferta vazhdon të të madhe, unë ndoshta profesorin ndihmon nuk e di sa leje janë dhënë vetëm vjet për të çuar ofertën. Tani llogaritë me numër lesh, llogaritë me miliona metra katror sipërfaqe, të cilat vazhdojnë të jepen çdo vit. Sigurisht ato që jepen këtë vit nuk do të materializohen në, po themi, në 3-4 vitet e ardhshme, pasi struktura të gatshme, sepse në Shqipëri ka dhe aspektin tjetër çuditshëm ose ndryshëm nga bota. 90% e pasurive këtu blien në ajër, pra ne shesim
ajrin, nuk shet objektin, që në një farë mënyrë në botë o është e ndaluar ose është tejet e kufizuar përdorimi i kontratave të sipërmarrjes. Në Shqipëri gjithë pasuri e paluajshme hiq transaksionet normale të shitblerjes së pronave ekzistuese, që kanë një sasi të caktuar, ose për cilat ka një hipotekë, më mirë të themi. Pjesa tjetër janë në ajër, janë krejtësisht pa hipotekuara. Ama janë pjesë ofertës, do jenë pjesë ofertës. Dhe janë një skem i cila përmban një rrezik shumë të madh në Shqipëri. Të llogarit këtu janë miliarda, nuk janë qindra miliona, këtu janë miliarda të inkorporuara. Pra qofshin qytetarë që kanë marrë kredi në bank, qofshin edhe parat me origjinë dyshimtë. Pra këtu e tërë struktura, mënyra se si funksionon i gjithë sektori pasurisë të paluajshme, ka problematikë të jashtëzakonshme, ku nuk lidhet leja e ndërtimit me lejën e shfrytëzimit, me regjistrimit në hipotekë ose në kadastër, shitjet mund të bëhen 2-3 herë, siç janë bërë, pra gjithë kjo para, pra është në sektori perfekt për mënyrën se si është i organizuar dhe mënyrën se i vazhdon të lihet, më mirë themi, të funksionojë. Pra, ju me drejt thatë, a do kemi gjithmonë këtë fluks? Ky fluks do të vazhdoj derisa rubineti të qëndrojë hapur. Në moment që rubineti do filloj të mbyllet, dal nga dal, mbyllet plot nuk ka, po do filloj të zvogloj seksionin, më mirë themi, të lënies lirë të këtyre parave, gjithmonë ky fluks do ta gjejë këtë rrugë. Natyrisht, në kushte tjera, Shqipëria nuk ka tregje, institucione, mekanizma dhe instrumenta që ta diversifikojë, më mirë themi, pastrimin e parave, si që ka bota, që ka kryesisht institucione financiare, bursa, letra me vlerë, pra ka një industri të tërë të komplikuar ose komplekse që e shton, ose më mirë themi, sektorin e pasurisë të paluajshme, ose sektorin e ndërtimit e nxjerr komplementar, por jo thelbësor, më mirë themi, në procesin e pastrimit parave. Dhe kjo shpjegon arsyeën që Shqipërisë do të duhet ende një rrugë e gjatë, qoftë në kohë ose në hapësirë, për të marrë masat e nevojshme për ta strukturuar ose për ta standardizuar brenda, si thosh, atyre kufizimeve ose standardeve tashmë të vendosura brenda vendeve të Bashkimit Evropian. Ndalemi në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish të nderuar televizionistë. Rikthehemi të nderuar televizionistë, po flasim për turizmin dhe sa i përket forcimit të lekut. Janë rreth 5 miliard euro që kanë hyrë nga turizmi. Jam në studio me zotin Ergiz Sefa dhe profesor Mekan. Për të ndalur regjia, nëse ka mundësi të ndalemi pak në këtë pjesë të dytë për ta filluar me flukset dalse, kemi një tabelë dhe për ta shpjeguar së bashku këtë të flukseve hyrëse dhe flukseve dalse. Si i sheh raportet? Duket qartë që ne jemi një vend përgjithsisht në bilancin ton tregtar, jemi vend importues sesa eksportues. Ndërkohë që unë do sugjeroja që ishte më mirë të ishte e kundërta, më shumë të eksportonim se të importonim. Eksporti varet shumë nga prodhimi i vendes. Ama shifra për turizmin, duhet ta theksoj edhe një herë, kjo është shifra zyrtare. Po të shikojmë që pa frikë mund të jetë rreth 1.5 miliard tjetër i cili është në qarkullim, po që është në aspektin informal. Ose ndoshta diçka më pak. Pse e them këtë? Për shembull, sikur të marrim vetëm në 2 vitet e fundit ose edhe vitin e fundit, vetëm njësitë Airbnb që janë të cilët nuk kanë paguar asnjë taks deri më sot. Pra nuk kanë një kontribut në buxhetin e shtetit, të cilët ne në pjesën më të madhe as nuk i gjurmojmë dot, pra nuk e dim në të reale se sa është harxuar, po mund të bëjmë vetëm një hamendësim se sa mund të jetë harxuar, që shkojnë pothuajse në disa qindra milion euro, të cilët duhet i shtohen pjesës së turizmit. Por thash, e keqja është që kontributi tyre ama në buxhetin e shtetit, se për ne të gjithë të ardhura nga turizmi, kjo është e mira, përveç se kontributit në ekonominë vendase, në ato vende që ato shkojnë, vendet e punës që formojnë, në ato biznese që promovojnë, edhe çfarë të ardhura është arrin të mblidhen nga buxheti i shtetit, që pastaj të përkthehen në investime publike që të përfitojmë në gjithë ne si qytetarë. Dhe një pjesë e mirë e turizmit, i cili është industria, sektori më i madh kryesor i ekonomisë tonë, vazhdojnë të jenë informale dhe fatkeqësisht ne e dim të gjithë këtë gjë dhe pra pak gjë po bëhet në këtë drejtim. E kuptoj. Edhe nga ju një koment, profesor, sa i përket tabeles.
Sigurisht, është e qartë që edhe në qoftë se marrin diferencat e turizmit në hyrje dhe ndalje, sigurisht Shqipëria ka shnuar të paktën për 2 vite rresht, pra 2023 dhe 2024, një suficit, më mirë themi, në pjesën e eksportit shërbimeve, që vjen ekskluzivisht vetëm nga rritja e turizmit, por në qoftë se marrim bilancin e pagesave në total, pra në gros, në makro, do shojmë Shqipëria akoma ka deficit, pra atë që nxjerrim tepër ose që mbledhin tepër nga remitanca ose nga pjesa e turizmit ose investimet e huaja e japim për importe. Shqipëria është vend deficitar. Pra po të mbledhim si thush balancën qoftë eksportit shërbimeve, po eksportit madh dhe importit, do shohim që jemi neto deficit. Dhe është një 600 milion, mos gaboj, është mbyllur në deficit llogaria totale, më mirë themi, e Shqipërisë. Pra, prap jemi vend që 607, po. Jemi prap vend që detyrohemi të nxjerrim euro nga jashtë vendit. Pra, megjithatë, pavarësisht nga kjo, kemi një zhvlerësim të eurot, çka në një farë mënyrë shpjegon pikërisht që flukset informale të hyrjes paras në ekonomi te i kalojnë këtë 600 milionshën, madje janë aq të mëdha sa të ndikojnë, më mirë themi, edhe në uljen, më mirë themi, të kursit këmbimit, për te fuqisë absorbuese që ka Banka e Shqipërisë. Kanë atje duhet deklaruar edhe një diçka e tillë, pavarësisht se subjekte ndryshme ose aktorë ndryshme në treg për interesat e tyre i kërkojnë Bankës Shqipërisë që të mbajë një kurs kontrolluar brenda një intervali të caktuar, dhe kemi parasysh e para roli i Bankës Shqipërisë nuk është të fiksojë një kurs përcaktuar këmbimi, dhe e dyta, gjithkush do t'i bëj pyetjen vetes, por ku i gjeti Banka e Shqipërisë këto para, këto lekë, se Banka e Shqipërisë bën me lekë, nuk ka tjetër monedë. Ku i gjen Banka e Shqipërisë lekët shqiptar për të sterilizuar këtë efekt, se ky sterilizim, pra heqja e euros nga tregu. Dhe nëse po themi në vitin 2024, blerjet e Bankës së Shqipërisë kanë tejkaluar 1 miliard euro në vit. Ku i gjeti para këto lekë Banka e Shqipërisë? E dini që këto lekë prien, janë prerje paraje, janë prerje cash, kartonet që del e pastër në treg. Dhe në qoftë se do jemi në momentin e sterilizimit të pak kushtëzuar, pra duam të arrijmë kurs 1 euro në 100 lekë. Po Banka e Shqipërisë i duan ja 2 miliard euro për të blerë, ose 2.5 miliard euro. Këto lekë që do hidhen në ekonomi, se do t'i marrin aktorët kryesorë në treg, pra kryesisht bankat dhe më tej operatorët e tjerë. Ku do shkojnë këto lekë shqiptar? Pra diku do të shpërndajnë këto para dhe na rritet rreziku i inflacionit. Pra rregullojmë një gjë, prishim 3 të tjera. Pra duhet kemi parasysh dhe Banka e Shqipërisë nuk mund që të jemi të qartë në konceptin e asaj çfarë i kërkohet Bankës së Shqipërisë institucion. Ajo mund të ndërhyjë në çdo kohë, pra ka tagrin për të ndërmarrë veprime rregulluese, korrektuese, por të cilat nuk prishin balancat e tjera. Pra ka dhe ajo një program monetar, sa do të rritet oferta monetare, që nuk duhet jetë e lidhur dhe kjo ofertë nuk rritet vetvetiu. Pra nuk është, na duhen kaq lekë dhe hajti hedhim, por rritet edhe me zgjerimin të kredisë, me rritjen e ekonomisë, pra janë shumë element të cilët merrem në konsiderat dhe që duhet jenë pjesë e këtij programi monetar. Thjesht për të kuptuar atë çfarë kërkohet në treg. Zoti Sefa, po lexoja një analizë interesante te Bloomberg, nga të paktë, domethënë shumë interesante. Trumpi thoshte kërkon që të zhvlerësoj dollarin, do të rrisi eksportet amerikane. Tani ne në krahun tjetër e cekët ju pak më herët, po mbiçmojmë lekun. Pra kemi politika për mbiçmimin e lekut. Ku shkojmë me këtë lloj politike duke i zhvlerësuar kaq shumë eksportet shqiptare? Ku mbrim? Kjo është ajo dilema, ashtu si tha profesori, domethënë që edhe Banka e Shqipërisë, po edhe qeveria duhet të mbajnë një balancë të mirë ndërhyrje për të mos ta bërë as më shumë se ç'duhet të fort lekun, po as më të dobët se ç'duhet. Pra, dhe ne përgjithsisht si shqiptarë kemi të vështirë të gjejmë atë mesataren, atë pikën ku ne vërtet na intereson
më shumti ta kemi në këtë pikë se sa intereson palës tjetër. Padyshim që ky forcim i lekut në këtë pikë pothuajse ka shkatruar industrinë tona eksportuese. Sepse margjën e tyre të fitimit pothuajse ka çuar në zero dhe unë po vazhdoj kështu, besoj do ketë një efekt në punësim ose më saktë në papunësi të konsiderueshëm, sidomos në zona jashtë qyteteve kryesore, ku ato varen nga mini fabrikat këtilla që lidhen me eksportin. Trumpi ose Amerika në përgjithësi po tenton të bëjë një politikë balancuese ndërmjet rritjes së eksporteve, ama nga ana tjetër jo zhvlerësimit aq shumë të dollarit sa të mos të tërheqi investimet e huaja dhe ta bëjë jo atraktive për to. Dhe po mundohet të gjejë atë pikërisht atë pikën e mesme dhe po e përdor në një farë mënyre po e përdor politikën edhe fiskale, edhe po tenton dhe atë monetare, duke tentuar të kapin kontroll Fedin, si një armë negocimi me aktorët e tjerë botëror. Tani ne jemi një varg shumë e vogël për të krahasuar me luftaninë e madhe amerikane. Po ne kemi mundësinë, duke qenë se jemi varg e vogël, të kthehemi dhe të bëjmë kthesa më shpejt. Gjithmonë, duke ruajtur rrezikut që mund të përmbysemi. E qartë. Se varg e vogël. Dhe prandaj them që në këtë roli i qeverisë për te asaj që tha profesori për Bankën e Shqipërisë është kyç. Pse? Sepse qoftë edhe Banka e Shqipërisë, institucioni i cili është i ngarkuar me ligj merret në politikën monetare. Nëse nuk ndalon në thonjza gjakderdhja, pra fluksi i këtyre parave informale nuk minimizohet, aq sa mund të minimizohet, pra nuk luftohet vërtet egërsisht dhe fort, dhe këtë mund ta bëjë vetëm strukturat qeveritare, Bankës së Shqipërisë po i kërkojmë të operojë mbi një trup i cili ka gjakderdhje të mëdha. Do ta ketë vështirë ta arrijë rezultatet që ne presim. Dhe çfarë do të bëjë? Do ta mbingarkojë me ilaçe, pra do të tentojë të fusi lek sa më shumë treg, që pastaj do japi efekte të tjera negative. Inflacioni është rritja, e thon ndryshe për qytetarët, rritja e çmimeve. Po, do jetë efekti i cili do ta vuajë më pas. Prandaj roli dhe koordinimi i rolit të qeverisë me institucionet e tjera të pavara duhet të jetë shumë i mirë. Nuk e shohim gjë të këtillë. Po ju e shihni, profesor? Natyrisht, e kemi thënë dhe herë tjera që duhet të ndahet mandati i Bankës Shqipërisë, që thash pak përpara, me atë çfarë organe ligjzbatuese, pra duke filluar që nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, por edhe dikasteret e tjera, ose më mirë themi qeveria, ka dhe duhet bëj për sa i përket e para, jo thjesht rregullimit dhe mbikëqyrjes së tregut pasurive të paluajshme, por një vullnet për të formalizuar sa më shumë këtë treg, pra duke qenë që është epiqendra, më mirë themi, ku fokusohet e gjithë përpjekja e pastrimit parave, pra duhet të ndajmë kërkesën natyrale për ndërtim pasuritë paluajshme, kryesisht po themi në pjesën që lidhet me turizmin, fshatrat turistik, ndërtimin që ka të bëjë me kërkesën natyrale ose normale për strehim. Pjesa tjetër është pothuajse krejtësisht e pa justifikuar dhe në një farë mënyrë kjo pjesë duhet meritojë vëmendjen thelbësore, më mirë themi, të qeverisë në terma të organeve ligjzbatuese, duke vendosur dhe detyrime dhe kufizime madhore, jo për të ndaluar, si të është fluksin zyrtar të parave, ajo para që do vi, po themi nga investimet e huaja ose nga jo rezidentët, për Shqipëria nuk duhet jetë një vend që ndalon flukset e parave, por duhet jetë e qartë që këto do të kanalizohen dhe do nëpërmjet disa procedurave dhe kanaleve formale standarde, të cilat në një farë mënyre politika fiskale indirekt, pra duke qenë neutral. Shteti nëpërmjet politikës fiskale është neutral. Nuk kanë nevojë të angazhojmë qindra dhe mira inspektor, detektiv, polic. Mjafton që rezidencës së 3, të 4, të 5, të 20, të 120 që mund të ketë dikush pa i paragjykuar. Parat ti vësh një taks të diferencuar nga rezidenca e parë ose nga rezidenca e dytë kështu me radhë. Dhe në këtë mënyrë shteti mund të mos vitë të ndjekë parat e tua, po automatikisht të ka vënë përballë përgjegjësisë ligjore për të paguar detyrimet të cilat
sa më shumë shton pasuri e cila nuk përdoret, ose nuk vjen për qëllime të biznesit, ose për qëllime rezidenciale, pa për të jetuar, ose për të punuar në të, automatikisht do të paguash një faturë shumë të kripur, pra, po themi, ka shtete që aplikojnë deri në 6 ose në 8% të vlerës reale të tregut, taksim për rezidenca të tilla. Nëse s'do, mund ta shesësh dhe nëse ke fuqi ta mbash, mbaje. Por këto para duhet paguhen dhe në një farë mënyre politika fiskale frenon, më mirë themi, këtë fluks ose këtë përqendrim, më mirë themi, të parave në një sektor të vetëm, kryesisht nga këto grupe të caktuara i interesit, të cilat nuk kanë qëllime zhvilluese të ekonomisë, por kanë agenda të ndryshme, më mirë themi, nga zhvillim. Pra, shteti, jo se duam t'ja lëm shtetin, por nuk ka strukturë tjetër, e cila mund ta krye këtë më mirë se sa organe ligjzbatuese. Profesor, kënaqësi që të kisha në studio. Zoti Seva, kënaqësi që kisha dhe ju në studio. Faleminderit Fesën. Zonja dhe zotrinj, ju falenderit për vëmendjen. Bashkë jemi ditën e nesërme në hapësirën MCN Ekonomi sërish.